Gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Punëve të Brendshme ka evidentuar 9 raste të dhunës në familje në disa lokacione të ndryshme në vend. Në 5 raste autorët janë privuar nga liria, ndërsa me 3 persona zhvilluar bisedë zyrtare. Në Kumanov është arrestuar një 32 vjeçar, i dyshuar se ka sulmuar fizikisht nënën e tij në shtëpinë familjare. Në Tetov, policia ka arrestuar një 62 vjeçar, i cili, sipas kallëzimit të 2 djemve të tij, në ndikimin e alkoolit, i ka sulmuar fizikisht dhe i ka kërcënuar me një mjet të mprehtë. Në komunën e Çashkës është arrestuar një 28 vjeçar, i dyshuar se ka sulmuar partneren e tij jashtëmartësore, duke përdorur edhe një send të fortë. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit. Në Veles, një 24 vjeçar është privuar nga liria për shkak të kërcënimeve ndaj ish-partneres së tij dhe sulmit fizik ndaj një shoku të saj në një lokal. Në një rast tjetër në Veles, policia ka zhvilluar bisedë zyrtare me 3 persona, pasi një burr ka raportuar se ishte sulmuar fizikisht nga vëllai, nusja dhe babai i tij. Në Shkup, një grua 41 vjeçare ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti në shtëpinë familjare, ndërsa një vajzë 21 vjeçare ka raportuar se ka marrë kërcënime nga partneri i saj. Në Shtip, është arrestuar një 39 vjeçar, i cili, sipas kallëzimit, ka kërcënuar ish-bashkëshortën e tij dhe ka shkelur masën gjyqësore për mbrojtje nga dhuna në familje. Në Pehçef, një grua 46 vjeçare ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj para një objekti hotelerik. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se për të gjithë rastet janë njoftuar prokurorët publik kompetent, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzimet përkatëse.